kjo nuk përfundon të Albulena është demotivim për gjitha gratë që dojnë me qenë pjesë e jetës publike. Shembulli më i keq, i mundshëm në Kuvendin e Kosovës, i keq komunikimit, i thyrjes me fjalë më të ulta, më të poshtra, është pikërisht Albulena Xhiu. Është kjo përdor gjuha e urrëties, madje e shoh edhe një mizogjeni që po përdoret, ose sidomos po du me marr rastin ndaj kandidates së cilët është propozuar Albulena Xhiut. Për mua është shqetësuese, sidomos duke pa një shoqëri të cilët është mundu jashtëzakonisht shumë me mujt këtë mizogjeninë dhe një shoqëri patriarkale që na kena që jena në fakt, është bën një punë jashtëzakonisht e madhe për me pas apo shprehen ose apo ndodh kjo gjuha e urrëties veç pse është Gru, Albulena është e propozuara, emri i vetëm i propozuar zyrtarisht. Mendoj që gjuha urrëties këtu nuk i ka kalu këto barierat, me thonë që veç përdoret ndaj grave. Ne kemi pa një gjuhë të urrëties që është drejtu prej Kuvendit të Kosovës, që kjo është jashtëzakonisht problematike, ku ne presim që Kuvendi me luajtë një rol të rëndësishëm progresiv në këtë aspekt. Mirë po, për shembull, nëse reflasim edhe për narrativat antigjinore që bëjnë pjesë në të ekstremit të djathtë, kanë ardhur prej Kuvendit të Kosovës. Ne i dina që kanë ndodhur për kodin civil, IVF-in, të njëjta narrativ po vazhdon duke u përdorur aty. Dhe është shumë e rëndësishme gjuha që po përdoret ndaj Albulena Xhiut, sepse kjo është me targetu një gru, edhe gjuha që përdoret është gjinore, është aspekt gjinor. Po sepse edhe Duda Balje ka javën e kaluar është anku, që ndaj saj është shprehur pra një gjuhë urrëties. Nuk është rasti i parë. Ne kemi shumë gra deputete politikane që është përdorur gjuha e njëjtë. Dhe mos me harru që kjo nuk përfundon të Albulena, është demotivim për gjitha gratë që dojnë me qenë pjesë e jetës publike. Vazhdimisht kërkohet gratë me marrë pjesë në diskutime publike, në politikë dhe përdoret një gjuhë e urrëties që i shtyn ato mos me marrë pjesë aty. Që kjo është nëse bojnë thirrje për emancipim shoqëror, atëherë duhet me pas shumë kujdes çfarë gjuhë përdoret, sidomos ndaj grave. Në ky rast nuk përfundon me Albulenën, nuk është sulm vetëm ndaj Albulenës, është sulm ndaj për gjitha gratë të cilët synojnë me qenë pjesë e jetës politike. Me këtu një ndërhyrje të shkurtë, duhet me identifiku kush është burimi kryesor i gjuhës së urrëties në zgjedhjet e Kosovës dhe kush është, kisha me thonë, ai që i vendos standardet mbi të cilat po shpërndahet gjuha e urrëties. Në një analizë që kemi publikuar në muajin e fundit, na del që Lëvizja Vetëvendosje është shpërndarësi më i madh i gjuhës së urrëties në raport me partitë tjera politike. Për shkak se i ka 19 vendime të PZAP-s ku konstatohet që ata kanë shpërndarë gjuhë të urrëties ndaj eksponentëve të tjerë politik. Dhe në mesin e tyre është edhe zona Xhiu si person i cili është konstatuar që ka shpërndarë gjuhë të urrëties dhe nuk janë tërheq për kësaj gjuhë të urrëties. Edhe përkundër faktit që PZAP e ka konstatuar se të tillë ose përkundër faktit që Gjykata Supreme e ka konstatuar që është gjuhë e urrëties sipas standardeve tyre, dhe Vetëvendosja vazhdon me marrë këtë standard. Pra problemi është që ata nuk po dëshirojnë me ndryshu rregullat e lojës. Dhe në këtë situatë tentativa e Vetëvendosjes me u viktimizu tash si viktima të gjuhës së urrëties është pak problematike, për shkak se nuk kanë vendosur me ndryshu standardet. Qysh kishin mundru standardet? Normalisht me kërku falje për gjuhën e urrëties që e kanë shpërndarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Me kërku falje. Në rast se vazhdon me e marrë qëndrimin, të cilën gjykata ka konstatuar që është gjuhë e urrëties, për mua është problematike. Këtë situatë, lideri, kryetari i partisë, strukturat e partisë do duhet ktheheshin mbrapa dhe të reflektonin dhe thonin, ok, këtu kemi bë gabim, është konstatuar prej gjykatës, materialet i fshihemi, editojmë dhe ne vendosim standardet të cilat janë ligjore të komunikimit edhe parimore të komunikimit midis audiencës në cilën na jena të ju drejtuar. Zotri Çala, po ata më shtu diçka në lidhje me këtë? Po ta më shtu në lidhje me kolegën që në fakt e apostrofoi si viktim gjuhës urrëties në deputetën Albulena Xhiu, dhe mos harrojmë që në Kuvendin e Kosovës ka deputet dhe nuk ka moshë dhe nuk ka femra. Dhe kur të hysh në politikë, dhe kur të bëhesh merr post publik, e bën barën edhe të pozitës që e ke. Dhe shembulli më i keq, i mundshëm në Kuvendin e Kosovës, i keq komunikimit, i thyrjes me fjalë më të ulta, më të poshtra, është pikërisht Albulena Xhiu. Kliko kudo në internet. Është ajo që njerëzit ka quajtur kriminal në seancën e Kuvendit, të fillu prej kryetarit të parlamentit, e gjithë kolegët që ka pas në Kuvendin e Kosovës. Edhe sa ka qenë ministre, ka fy për çdo seancë sa herë ka ardhur deputetë e opozitës me tekste të veçantë deputetë e PDK-s, do që kanë shërbyer në jetën kohë në legislaturat më hershme.